diçka shumë të shkurt para se të kalojmë në pyetje tjera. Kur e përmendim termin skleroz, mund t'i ngjall një pjesë shumë të madhe të popullatës si ide harresa. Kështu që këtu duhet ta bëjmë një diferencim që në start që nuk jemi duke folë për harresën, pra harresën e përmenda pak më herët në kuadër të sëmundjes së Alzheimerit ose në kuadër të demencave. Skleroza është një term që e kemi trashëguar nga dekadat e mëhershme, nga sistemi shëndetësor, që njerëz që kanë harruar ose personat që kanë vujt nga demenca ose nga sëmundja e Alzheimerit janë emërtuar se të kenë sklerozë. Por në këtë rast kur flasim për sklerozë multiple, kjo është përkundrazi një sëmundje e moshave të reja, një sëmundje e cila nuk ka të bëjë me prekjen e sistemit intelektual, kognitiv, të orientimit, të komunikimit, por që manifestohet më shumë me probleme fizike. Natyrisht e psikologjike. Sikur nëse mendohemi me përshtatje, siç e tha dhe me gjuhën e popullit, harrezat ndodhin ndoshta te muskujt dhe nervat e trupit ton për me